Ti nuk je i thyer, je në procesin e shërimit dhe rinovimit që Allahu ka planifikuar për ty. Rritja është dhuratë nga Allahu, një udhëtim që ndihmohet nga dora e tij dhe së shpejti do të lullëzosh. Ti nuk je bosh, ti je duke pastruar hapësirë për atë që është e vërtetë, për të mirëpritur atë që Allahu ka për ty. Ti nuk je e ngecur, ti po zhvillohesh dhe zbulon fuqinë që Allahu ka vënë brenda teje. Ti je pjesë e një plani të madh hyjnor, e koduar me kujtime dhe mundësi që Allahu ka vendosur për të sjellë dritë në këtë botë. Beso se Allahu është me ty në çdo hap dhe çdo sfidë. Ai të udhëzon dhe të mbështet në çdo sferë të jetës tënde. Ky nuk është fundi, është kthimi yt te vetja, te drita tek Allahu. Eja sot dhe udhëto me mua në një meditim islam për dorëzim dhe çlirim. Në një udhëtim shpirtëror drejt shërimit dhe rinovimit me emrat e bukur të Allahut. Linkun për meditimin e keni në bio në profilin tim. Selam.